Mirëmbrëma miq, do ju rikujtoj diçka që besoj është vërtet e vlefshme dhe njëkohësisht e rëndësishme. Rutina madje është ajo që na konsumon më së tepërmi gjatë ditës, kur e tejkalojmë ose dalim për te rutinës sonë të përditshme, ne ndjehemi më të karikuar, por mbi të gjitha kemi dhe një lloj entuziazmi, sepse po bëjmë paksa një lloj jete, dhe themi të larmishme dhe me një lloj atraksioni që na jep edhe përmbushje dhe frymëzim njëkohësisht. Kështu që mbajeni mend se ka vlerë. Thyeni sa të mundeni rutinën dhe bëni ato gjëra që ju mbajnë vazhdimisht energjik dhe të shëndetshëm. Dhe keni për ta parë ndryshimin që vjen sapo ta ndryshosh, le të themi, atë mënyrën dhe stilin e të jetuarit, pastaj çdo gjë vjen më natyrshëm. Kështu që natë të mbarë dhe zbatojeni.